Atëherë, si thamë më herët, në këtë pjesë të emisionit do të diskutojmë për sportin e kickboksit, një arritje e jashtëzakonshme në Turqi, në pjesëmarrjen në kampionatin botëror të Vakos në Turqi. Me neve sonte kryetari i federatës Fatmir Makolli. Faleminderit shumë që je sonte me neve, kryetar. Faleminderit për pjesën, faleminderit për Radio Dogaxhinet dhe jemi me njerëz që jemi pranishëm sot në këtë intervistë. Garuesi Ardulaj, medalja e artë në këtë kampionat botëror në Turqi. Faleminderit që je sonte me neve. Për ftesën për juve. Edhe i kemi dy vëllezërit në krahun tim të majt, Nard dhe Artur Mehmeti. Faleminderit të dyve, të dy kanë ardhur me medalje nga ky kampionat. Faleminderit për ftesën, Naim. Faleminderit për ftesën për Radio Dogaxhinet dhe po shtyp për pritjen prej teje Naim. Po e fillojmë me artin. Ke filluar herët me sportin e kickboksit, por edhe moshën e ke tre aktualisht, je 15 vjeçar. Medalja e artë në këtë kampionat ku barin pjesë gati 3000 garus nga 45 shtete. Sa je krenar, me çka ke arrit në këtë garë? Normal jam krenar, që kam punë një medalja të artë këtë shtet. Është kënaqësi me përfaqësu shtetin tam normal. Për atë bëjmë në vetë, çdo njeri do të më dasht. Ja kam nisë si vogël normal, ja kam nisë dashnia për sport. E kam vazhdu me atë ritëm edhe tash jam ku jam. Po dal krahun tjetër, dy vllazën, është pak më e rrallë kur dy vllazën garojnë në kickbox, të dy të arrin medalje, po du me ditë përveç me fol pak edhe për suksesin normal, po sa është e vështirë me pa njëri tjetrin tu garu. Po është pak vështirë normal me po vllon të luftua, mo tash e kena bo përvojë edhe besoj gjithë shkojnë gorat mirë, shumicën e rrallë. Nuk është që kem në farë problemi me këtë thonë se ushtrojnë afert e përgatitum mirë që me shku gjithë shka në regull ditën e gara. Perfekt. Qështë edhe Arturi nave që nga mësu pak me këtë punë e gara, qështë edhe ushtrojnë afert dhe të bashkë, për edhe pse tu bo gara sa ma shumë, na veç përshkojnë atu mësu ma shumë me këtë farë punë, për ka njerë ma stresuese është me po vlonë të rejse vejtë. Po dhe se do në minimu. Qashtu. Sa e keni gëzu suksesit? Medalja bronz nuk është pak mesin e tënë këtyne garuzve dhe shteteve që kanë marrë pjesë aty? Jo, jena krenar për këtë medalje. Është sukses i madhë kur ka shumë konkurencë në kësi gara, po hira dhe tjera këna mundu po synona me fitu edhe ma shumë drejt medalje start. Perfekt. Përvoj e re, besoj Artur. U konë një përvoj tepër e mirë, që ta vloj jam, u konë një konkurencë e nivellit shumë të lartë, edhe e kena menagju shumë mirë, veç besoj gara tjera dhe kena me posë rezultate dhe halo ma të mirë. Si shuku junë. Këtë rast të arti. Kryetar, po nalëm pak të ti. 3 medalje me një kampionat këti niveli, besoj është goxha arritje. Po, najem tjesh pjesë mars ku jenë 50 shtete praneshëm dhe ku jenë mase 3000 garus praneshëm, kjo është një sukses i madh, besoj që çdo sportist i Kosovës që ka qenë në këtë garë, ne kemi qenë me 11 garus, po në mesin e 11-ve na kena arriti fitojmë 3 medalje dhe këto medalje janë shumë të moja, besoj për shtetin tonë, për federatën e kickboksit Kosovës, besoj për familjarët e garuzve tonë, si i artit, si i Arturit dhe Nartit, besoj këto pa përkrajen e prindve tyne dhe pa përkrajen e familjes, besoj që s'kishim pas edhe suksese, po besoj me përkrajen e familjes dhe me përkrajen edhe të federatës, edhe Ministrisë Sportit, kemi arrit që t'i kem këtë suksese edhe këta gjithmonë dhe t'jenë krenar që kanë arrit të fitojnë këto medalje, se këto janë medalje besoj për mua 3 janë të arta. Po nga njëherë, edhe ata sportista tjerë që s'kanë arrit me fitu medalje, kanë dhonë maksimumin, po ka njëherë fati sportiv, nuk e dënë këtë me fitu. Po është momenti. Po, momentet, këta kanë pas pat edhe e kanë dhonë maksimumin dhe ta arreq një kampionat, një kupë botërore, si që është kjo, ta arreq të fitejsh 3 meqe me knockout, Arti ka fitu 3 meqet me ndërpreme, kjo është një sukses shumë i madh dhe besoj kjo ka qenë Mëj me thonë fenomen edhe në ku botëror aty, se 3 meqet së më nëshme i fitu, se edhe ata janë të mirë, edhe ata janë përgatit. Gjithashtu edhe Arturi e ka dhënë maksimumin, Arturi është senjer, Arturi ka konkurrencën shumë të madhe dhe besoj
me punën e tina, me angazhimin e tina, ka arrit që stëliset me medalje. Edhe Narti gjithashtu e ka pas konkurrencën shumë të madhe, po me angazhimin, me punën e tyne që e kanë bo, në për klubet e tyne kanë arritë edhe suksese. Mboli për shtypje, kur diskutum jashtë për diskutimin që keni pas me zyrtarët e Federatës Turke, kur i kam pyet për numrin, kur keni diskutu për numrin sa garusi kanë ata dhe sa i kemi na, edhe në fund se të ka thonë le se mirë jeni ju shumë. Po, mu vetë kam kontakte me Federatën e Turqisë, ata më kanë thonë i kena 2500 klube, i kena 2500 trenera, i kemi 2500 refera, edhe unë u çudita, tha, po edhe fondin me mjeta, tha, kena të fuqeshëm, edhe unë për thamë, thash, qysh me i bona këto, tha, fatme, sa banorin një, thash, 2 milion, tha, 2 milion, tha, mirin jo, më pozit mirë, tha, jeni se, tha, edhe sa klubi ki, tha, mirë, se për kullë banore, tha, bolini, se na jem, tha, 80 milion, tha, jo 2 milion. E besoj që kjo është një, do me thonë, një arritje shumë e madhe e sportistave tonë. Tregus shumë mirë i kualitetit që kanë këta djemë. Art, çka ju bune kundërshtarëve, vëlla? Se cilin knockout? Nuk u kone pritshme as ky sen, që disiplinën full kontakt kemi për herë të parë, domethënë, edhe një pesh pak më të lartë që rrejna si zakonisht. Po, domethënë që ty janë parë rezultatet e trajnimeve. A do thotë kjo që kjo kategori dhe kjo pesh tu ka përshtatë qaq mirë? Po, shumë jam përshtatë mirë, se jam shkuar në kampionate të tjera, jam rrejnë low kick, në Itali, po nuk kam pas çast sukses. Si kjo? Sa këtë herë, domethënë, në full kontakt. Kategoria juve dy vllazëm do këtë dallon prej artit, apo e keni të njëjtën? Po, dallon. E ju në kam një low kick. E juve është low kick. Sa dallon prej kategorisë së artit low kicki? Low kick ki drejt me gjujt me shkelma edhe të kont, të kategoria e artit veç për belet e të naltë. Bele lartë. Po. Kujt ja dedikoni suksesin, kujt ja dedikoni medaljet? Unë suksesin edhe punën që e bëj atje ja dedikoj paspori shtetit, kur i kam veshëm teshat e Kosovës, kur ndihet që për çfarë jam shku me prezantu Kosovën, po gjithashtu me bë krenar familjen tem, trajnerin tem, klubin dhe prej shoqërinë e familjes. Po, gjithashtu edhe unë ja dedikoj suksesin tem shtetit, si edhe familjes tem, klubit tem, trajnerit tem, që më kanë pa përkrojën e tyre ky sukses, nuk e kisha pas këtë sukses. Kryetar, me vete pjesë këtij turneu keni pas edhe një gjyqtar të kickboxit që ka marrë pjesë bashkë me ju atje. Po, ka qenë Albin Musa, i cili është edhe refer ndërkombëtar, dhe besoj balla është veç me qenë i pranishëm dikush i Kosovës me marrë pjesë në referim, se edhe shtetet tjera të këshirin pak më ndryshe, edhe ata i kanë interesat e veta kur të fillojnë garat. Se mos me pas refer, dihet që në Turqi pak dëmtojnë referat edhe referimi nuk është bashkë korrekt, po tashti kur ka qenë pyetje arti, aty s'ka pas çka më diskutuar, se me knockout mo aty O kry filmi edhe për çata edhe ka pas suksese. Po pak më alon me kon si barabart, dihet që gjithmonë anojnë për garusit vet. Po pra. Dhe besoj kjo ka qenë edhe për neve mirë që ka qenë i praneshëm Albin Musa. Ka qenë mirë me kon edhe ai sot i praneshëm, po ta pak studia tash ja, s'kem më shumë. ku më shti dhe besoj që në tarmën do të japëm atij hapësirën se në meriton. A janë indikator këta që kickboxi po rikthehet në një farë forme pak më të fuqishme tash se sa që ka ndodhur më herët. Po i kemi gjeneratat e reja tash që në skenën ndërkombëtare po depërtojnë edhe po arrin shumë ma lehtë. Normalisht e kemi pas vështirësitë më herët, kuptohet, po tash e kemi një farë lloj shpërthimi. Federata e kickboxit gjithmonë ka pas suksese, po pak na i kanë lënë në hije edhe nuk na ka dhënë publicitet shumë i madh. Besoj që në tarmën dihet që kickboxi dhe kickboxera dhe kickboxerët tona ta veç ja kanë filluar më të dëgju zonë. Edhe në tarmën këta besoj që kanë më qenë ndërgaruesit më të mirë në botë, edhe po do të më vazhdu me punue dhe në për klubet veta dhe mos më rrit mendja këtyne që më thonë u bëm u kënaq me çet rezultat, po më fillue me ushtru 3 herë në ditët, se e të sekën edhe këta që është kënaqësi me mbrojt gjyrat e shtetit dhe flamurin tën me arrit me internu himnin në ku botërore,
kjo është kënaqësi e madhe. Për dëgjuesit tanë më shpjegu pak kampionatin botëror në Turqi, për çfarë lloj gare bëhet fjalë realisht? Kjo është kubë botërore, po tregon vetë numri i shteteve, 50 shtete pranishme. Këtë në kubë botërore ka shumë disiplina. Na i kemi 7 disiplina në Federatën e Kickboksit Kosovës, cilat i përfaqësojmë na. Është kickboksi, është full kontakti, është kënishi, është kick light, është light contact, edhe është point fight. Point fight janë për 3, për grup mosha 3-ja. Me pikë. Pse na nuk guxojna me shkirë rregullore të Federatës Botërore me shti 13 vjeçarin në kickbox. Po. Për me psuni në knockout edhe me lë me pasoja sa të jeta. Për çata janë disiplinat e ndome dhe këta dihet që shteti jonë në Kosova na jemi pak kaljet jemi për sportet luftarake, si në karate, si në boksin, çdo lami që është sportive. Edhe përcjellet shumë, ka popularitet. Ne e dojmë, po dihet që kickboksi ka shikueshmërinë më të madhe në botë. Edhe për çata kickboksi shumë shpejt ka me konë edhe në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. A ka indikacione? Po ka, se tash Komiteti Olimpik Ndërkombëtar e njeh sportin e kickboksit. Veç ta kanë aplikuar edhe tash veç pritet. Për me inkuadruar lojra olimpike. Po me një Komitet Olimpik Federata e Kickboksit e fantastike, kjo do të ishte super lajm edhe për neve. Po kjo është ata punojnë pa ndërprerje Federata Botërore dhe Federata Evropiane, tash ja përshtaten edhe ato statutet e rregullore. Komiteti Olimpik dhe besoj që në talmën shumë shpejt do të bëhen anëtar edhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Po ndu mundal pak të djemt, so ka qenë si përvojë e rëndësishme për karrierën e juve kjo pjesëmarrje në Turqi? Një pak, si me thonë, pak më e vënd shumë. Mi për 3 vjetën është me garu, po ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Sidomos për herë të parë në atë kategori është një sen shumë i mirë. Për juve t'jam? Po, gjithashtu edhe për mu ka qenë një përvojë tepër e mirë. Më duket që ku mësu tepër shumë qëto 2 gara që i kom zhvillue tek World Cup, dhe më duket që kom mësu tepër shumë edhe besoj e kom rrit nivelin tem ka gja shumë. Po ashtu edhe unë mendoj që kon një përvojë shumë e mirë për mu, që shetë se kom apet njëherë ka konkurencë shumë të madhe në këtë garë, që na ndihmon neve me bë eksperiencë, ku që ka me pas gara dhe më të ndoja se kjo që kena me marrë pjesë dhe përvoja që e bënë në këtu ka me në animu shumë. Ardë për ty, cili ka qenë kundërshtari më i fortë në këtë rrugtimin drejt medaljes sartë? Me dikon që e veçon për ka beteja që ke pas me to? Me statistika, Slovakja konë më thonë më i mirë me 26. Finalja? Po ata konë përfërnu në rundë parë. Do më thonë, po teoretikisht më thonë që jam re Kazakistani, më thonë i pari u konë ma luftarak. Ka rezistu ma shumë? Po. Te ju në ndeshjet e juve? Po, unë i kun zhvillu 2 lufta, 2 të kundërshtarët ju kanë shumë të fortë, por me që cili ke pak maj, si me thonë, i vështirë ose që më ka shtime me nuk, kanë me që i dytë, ku edhe kum pësu humbjen me pikë, kum pas një kundërshtar nga Mali Zi, që ishte i pari, do më thonë me rankinga i pari në botë. Po. Por prapë më duket që lufta më ka shku tepër mirë, edhe ku menaxhu tepër mirë, veç për fat keq me pikë. Puna e pikëve në fund. Po, e bën diferencën tani. Edhe unë i kum pas 2 meqe, ku 2 kundërshtarët janë kanë një nga Turqia dhe një nga Mali Zi. 2 janë kanë të fortë, po meqi i dytë që kum pas kundërshtarët prej Mali Zi u kanë kundërshtari më i fortë. Edhe pse ka qenë një meq i mirë, kom hub, ama edhe prej kësaj humbje unë ku marr mësim shumë, ku marr eksperiencë të madhe, domthonë kanë erë edhe humbjat ndihmon në eksperiencë. Edhe në sport është një farë lloj parimi, thonë para për tokën një herë dhe pa më ngrit prap, nuk është që nuk është që kemi arrit suksesin më të madh në karrierë, pra duhet me provu edhe poshtë edhe nalt. Kjo është fantastike. Kryetar, një element shumë i rëndësishëm i pjesëmarrjeve e gjitha këtyre aktiviteteve është gjendja financiare e federatës. Si a dilni me siguru pjesëmarrjen në këto evente? Besoj nuk janë të lehta, pasi është kampionat botëror.
pak është me thonë drejtën, me folë realitetin, pak është problem edhe për neve, se po dihet këto zgjedhjet që shpo ndodhen tashti, besoj që tani edhe po dalin pe kontrolle, po mdoket edhe ministritë, edhe besoj që unë po flas për ministritë sportit, besoj që në këtë vet ne ende s'kemi marr asnjë mjet se kanë qitë në federat, por na e kanë nënshkruar memorandumin, besoj që janë i mujdet, po nuk kanë ndërë ende mjetën në federat. E që shpja deli? Po pja dalëm dyqysh të i menagju pak, të i rujt pak mjetet, se pedina që shka më narë puna, kanë ere, më thonë drejten, po më do të edhe me gjithë dikon për me arrit me shku dikon një kampionat që shdojt me garus. Në këtë herë kemi qenë 15 vetë, nuk jem pak me shku një ekspedit, se 15 vetë mas pak të shkoj 20.000 euro, për me marë pjesën që të ku botërore. Ti mund është me shku me angër buke kës. Çka me prit pe garuzve tani? Qa ki sukses pe garuzve. E besoj me këto sene, me këto gjera, më bjen mu ballafaque si për mirë, si për keq, thojnë fat miri. Edhe unë besoj mundonas mja plotsu këty në kushtet sa më mirë, se shqyr që kom qenë vetë sportist, edhe di çka është ndjerësa e sportistit, se mos e kisha ditë, mund me ndodhë që kisha thonë hajë se mirë janë këta dhe po besoj këta e kanë merituar që kanë marrë pjesë në këtë garë, se dihet mas pari këtë do të më bë kampioni i Kosovës, i shtetit më bë këtë, pastaj ti me vazhdu me rrugtimin. Këtë janë met shumë garus të mirë, shumë kampiona të tjerë na kanë met këtë, që s'kena mujt me marrë kredit në ku botërore. Po besoj që tjetër herë kam i dhënë rasti edhe aty në mu prezentu. Federata e kickboksit e Kosovës e ka agjendën shumë ngjeshur, ka shumë aktivitete, ne kemi kampionatin evropian e kena kam marrë në Itali, besoj që edhe atje do të marrëm pjesë, na gjithmonë jena për me shkon këto garat zyrtare. Na në portone kemi ftesa pa ndërprer, po nuk mujna në tanat me mri dhe besoj që është edhe kosto financiar është. Këta unë këtyne ja u di shumë për njerë që kanë arrit me marrë medalje, me në zdrit fytyrën shtetit tonë, me këto rezultate, këto nuk janë rezultate pak. Këto po tregojnë vetë meqet, po tregojnë vetë punë atyne, po tregon që këta rastisht nuk janë bëhë, s'kanë marrë medalje. Këta i kanë marrë medaljet me merit dhe besoj që këta kjo ka më qenë një stimulim për këta dhe në tarmën edhe me madhe, dhe besoj që këta do të stërvitin. Faleminderit shumë për kohën kryetar. Faleminderit shumë. Kënaqësi me diskutu për sukseset e kickboksit. Shumë faleminderit. Artar, Nart, edhe Art, faleminderit shumë që keni qenë sonte në Radio Lugagjini Sportfolio. Faleminderit shumë. Ju uroj shumë suksese dhe uroj që ky është vetëm fillimi për juve edhe nuk ndaleni. Po më ne sa për këtë suksese. Shpresojmë.